Të mburje çështja e Arvanitas. Çështja fakti që tregon që grek s'ka, pra shumica atje që hiqe greka në Arvanitas. Po këtë pra, dhe neve të kërkojmë të drejtat e tyre Arvanitasve që të njihen si minoritet në Greqi. Pra nuk është çështje mburje, është çështje fakti që siç ata kërkojnë, po kemi po çamët janë edhe Arvanitat, janë 4 milionë Arvanit që jetojnë atje. Janë 4 milionë Arvanit që jetojnë atje. Prandaj kjo është për të dhe profesori po kërkon të ngrej këtë, po ç'është mburje, është çështje fakti që Greqia nuk i njeh. Mos i tysh po një pronat e Çamrisë, që i kanë me tapija, pronat e Çamrisë. Po atë kërkoja qeverisë, kërkoja edhe Berishës edhe Ramës, që kanë bërë marrëveshje për mos të njohur. Jo më kërkoja atyre që ja falën Çamrin. Në 2015 aja falën Çamrin në Greqi. Me vendimin, pse po kërcet? Ne jemi gjithmonë me brek ulme para agjendave greke. Po s'është folklori, dhe nuk është Rama, se këtë Rama që i pari që ndrejti çështjen Çamën na Ke të drejtë, në 2015 Rama që i pari që fali Çamrin greve kur vendosi të ishte toponimet, vendosi të ishte toponimet shqiptare nga pasaportat. Nuk ja ka falë Rama Çamrin, vendosi të ishte toponimet me vendimin që bëri për heqjen e toponimeve është falje e Çamrisë, hoqi toponimet nga pasaportat shqiptare.